Të gjitha rastet, kur ka dyshime. Pas akuzave të prokurorit të përgjithshëm mbi përjashtimin e organit të akuzës në procesin e azhësimit të kanabisit të sekuestruar, Top Channel u interesua pranë uniformave blu për të marrë një reagim mbi deklaratat e Adriatik Lallës. Sipas drejtuesve të lartë të policisë së shtetit, në shumicën e rasteve kur sekuestrohet kanabis në zona të thella malore, janë vetë prokurorët që nuk vinë. Ata për shkak të largësisë urdhërojnë me telefon që të vijojnë procedurat pa praninë e tyre. Policia për çdo rast të azgjësimit me anë të djegjes në vend mban proces verbal në pranitë e ekspertëve dhe oficerit të policisë gjyqësore, si dhe çdo sasi e djegur fotografohet dhe i bashkëngjitet dosjes përkatëse. Po sipas uniformave blu, azgjësimi me anë të djegjes në vend aplikohet vetëm në rastet e kapjes së bimeve në proces tharje ose të rasteve të mbetjeve të kanabisit dhe nga këto merren disa mostra për analizat që zhvillohen në laboratorin e policisë shkencore. Në rastet e tjera, kur sekuestrohet kanabis i paketuar dhe gati për trafikim, thon burimet, asnjëherë nuk është proceduar me anë të azgjësimit në vend. Në bazë të statistikave, nga janari i këtij viti deri më tani janë sekuestruar rreth 28 ton kanabis, nga të cilat vetëm 3 ton mund të jenë azgjësuar me anë të djegjes në vend. Pjesa tjetër është dërguar në mjediset e laboratorit shkencor ose në mjediset e drejtorive të policive përkatëse dhe vetëm pas procedurave të përcaktuara në ligj mund të azgjësohen me urdhër të prokurorit.